mungesën e investimeve, sidomos në zona të tëra periferike, në zona rurale. Mungojnë investimet në kanalizime, në ujësjellës, në bujqësi kryesisht, dhe shërbimet nuk janë të nivelit që qytetari i pret në arsim, në shëndetësi, në kujdes social, sepse qytetarët gjithë paguajnë të njëjta taksa, të njëjta tarifa, por ama shërbimin, përfaqësimin e marrin në mënyrë të diferencuar, duke ndikuar pikërisht në jetën e tyre. Dhe për ta parë mirë në sy këtë reformën e 2014-s, i referohemi vetëm shpopullimit. Edhe këtu nuk duhet të lozur me fjalët. Kush tha që shqiptarët kanë lëvizur kaq shumë brenda vetes tyre? Po, që nga 1990-a, po ka një lëvizje. Më shumë shqiptarët kanë ikur në emigrim jashtë shtetit. Dhe censusi i 2011-s krahasuar me 2023-shin tregon një realitet shumë trisht, sidomos këtu në Shkodër. Shkodra si qark ka humbur 30% popullsisë. Se po të ishte popullsia do ishte në rang kombëtar, po Shqipëria ka humbur 400.000 nga 2011. Pra, ja ku është humbja, ja ku është shpopullimi.